Jemi në këtë pjesë tjetër të këtij emisioni e kemi njërin prej djemve ndoshta më të turtë dhe më të kulturuar që u kanë mbik në këtë vit tonin ton. Përshëndetje. Mirë se erdhe. E mirë. A ja sot për Zvicrës? Vallaj dje. Ku janë ato Zvicrës çokoladat? Çokolada ta, me kumlon kofer. Do të thonë nuk më paramendu marrni gurbeçar për Zvicrë pa i pas to çokolada me veti. Gjithë. Shprehi e keni ju? Gjithë. Unë kur të vi gjithë kam çton shprehin në kofera. Në fund të kuferit. Po, shkrinjën nga pak verës. Po, zbutën ka pak, zbutën. Ton, ke linë Zvicra? A këtu? Jo, po kur i kom pas 9 muaj. 9 muaj? Po, thon po. Beb. E mon men sigurisht. Sikur këtë njerëzit po e kanë. Pavarësisht një vjet, domethënë 93-ën ke shku në Zvicër, po. Atje je rrit, je shkollu atje? Jam rrit, jam shkollu atje, po. Do të thonë shqipen e fol shumë mirë, bravo. Po më nuna ata. Kjo me rrit i shkon prindve tu që të kanë edukuar mirë shqip edhe ti flet rrjedhshëm shqip. Do të thonë je si një djalë me tu në Kosovë dhe morrit në Kosovë, bravo. Unë i dukta gurbeçar tonë që flasin shumë mirë shqip, do të thonë nuk dallohen me hiç. A është i Prishtinës, a i Budujevës, a jeton në Prishtina, Budujeva, në Zyrich, në Lozana, është perfekt. A je shkollu për regji, a ki pasion kështë regjin? Po, ka fillu si pasion, si çdo dashni për një profesion. Normal. Edhe tani masani jam shkollu. Je shkollu? E ke kryer regjin? Po. Ku? Në cilin qytet ose në cilin universitet? Është thirrët Kreja, në Zvicër, kurse kur e kom bë ato, tani ma vonë ku mund të më bëra profesor. Okej. Por marketing, por më shumë po edhe te pjesa domethënë e regjisë, sepse regjia është edhe pjesa videos, shkon dizajn grafik, direksion artistik, kjo domethënë është një kapsullë që i mbledhim plot sane. Bravo. Edhe normal që e kom pas pasion se ka lind si pasion, edhe e kom vazhdu. E kom bë karrierën tam. Mandej djalë i bukur, simpatik, i kulturum, tamam një shqiptarë kështu që janë shumica e shqiptarëve që jetojnë në diasporë. Kontaktet tua me Kosovën ke marrë vazhdimisht, më duket. Pushimet e ke bërë këtu, i kanë lidhur me Kosovën se Po, normal, si të flan zemra kur vjen si gurbeçart zakonisht kur të vinë në Kosovë, mu për shembull kur të vinë në Kosovë maraton eshnat, domethënë me një vetëm të pushum, i kam edhe familjarë këtu që vinë vazhdimisht këtu edhe domethënë bëjnë një pjesë edhe në Zvicër po edhe në Kosovë, edhe jam rrit domethënë me ç't mentalitet. Vendosi me hyrë big. Po ka ardhur dyqysh rastësisht që unë e kam shpjeguar edhe në intervista tjera që jam kon tip pak introvers. Edhe kur punoj në regji, mbrapa kamera apo prapa kamera. Edhe kur marrëm në Kosovë me lyp një buxhet për një serial edhe një film, në dyat paralele, edhe që aty ka lind me dinin ideja për me hy. Me him big, bile e thirat në ndën, të është e po him big, tha, edhe e ka morë dyqysh si me ironi me ajgare, tha, në okej. Shku po vje kontratë, po vinë sanet edhe që aty tani rrjedhi. Hyne? Po. Familja atë prekran në fillim? Po, normal, se e din se kush jam edhe për shka ku mi edhe pse po hin. Okej. Normal që më kam përsa. So najtë herë mrena? Nëse nuk e di kështu sakt me dita, o konë 54 dita, 56 dit. Qysh qish me najtë mrena me një izolim 54 dit? Normal që presioni psikologjik aty është konstant. Jo në fillim e ki pak det njoftohen karakteret me zveti edhe t'ja gjejnë pikat e dobta ku me godit. Fiks. Normal që ambienti edhe drita, ngjyra, mrena që në konë sala u bon për më konë të impresion. Normal që edhe kamera, pjesa kamera ndikon pak në fillim. Një farë psikologji e ranume. Po, një është dhe më thonë pak i ranu. Do thonë psikologjin tonë. Po, shkon të fillu se mas janë është si ekosistem, aty do krijon një jetë tjetër. Duhet mu përshtat. E kur përshtat është tani mo e ki shumë letë tani babu. 54 dit ti s'ke najt nashta kur me një qytet me najt 54 dit. I ke ndru për 54 dit. Me najt me një shpi është një farë torture pak psikologjike kështu. A i shëru hala? Ja kom fillu se
është një tranzicion, domethënë kur dalsh prej bigut, Po. e ki mena në rrot e bigut sa pet jenë loja, edhe pse nuk jenë loja, kupton? Prap jenë loja. Po normal se ki reagimet tua dhe zakonisht ku trish shpesh me një vend, s'ku për shembull më kanë shtete që e përmene, më ka rosti me një 30 ditë, edhe kur të vish ape ti ki menën atje. Kurse që tash për më janë brion tunë, normal që du të me i puna, du të me i angazhimit për me arruat pjesë. Ka ta Ashtan mërmenja... që nuk arruat, po... Tonë, që kishtë ndodhë me pas konë këtë njerëzit që ashtu qysh janë mrena me konë edhe jashtë? Qëfar botë i shkonë? Oj, zotin arruat. Lufta? Po, lufta dytë botërore, e treta. Ishtë treta? Ishtë njëzë më njerë. Një është problem se aty hinë si lojtar edhe hinë me performu. Në thonë me kenë gjyrat, normal që njëtën e përdeshme nuk performon ashtu se është edhe pjesa familjes, janë shoshni, janë sanët e tua, rutina jote personale, në thonë që e bën si çdo njeri, ti nuk shkon me performu. Edhe aty ku shkojsh, ti dush me performu. Edhe normal që janë do sene që ti vetë nuk e di pse i ke bo aty. Qysh i ke bo, se rrjedhin që ashtu sanë. A i kero pishman për naj sen që ti e ke bo? Pishman, jo. Naj pjesë lojës? Po, një pjesë lojës. Qka? Kom pas qef me bo një matchboxit me Edin. Mrena? Po. Okej. Po kon ideja për fillimit edhe kom pas full edhe me Dinin dhe me Olsen. Se kam qef me prun diçka të re. Okej. Edhe u kon ideja, po su realizu, tash që me bo. Nuk u bo. Me pas kësi mbra, pa kështë hyp lap? Po, normal. Atë ka një mu? Bigu? Më ka një mu Me të njoft njerëzit. Temin, do më ma ka fuqizu pak atë pjesën e karakterit, se jam shumë tip i but zakonisht edhe Zvicranë janë që ashtu një ndrinë që... Si nordik pak, si suedez jenë kështu në karakter. Fix. I heshtën. Edhe kjo pjesë, do më thonë të pjesa gjuhës, në fillim e kom pas shumë shtirë, edhe normal aty kur fullve shqip, dvin të një fjallë pak ma letë, edhe qëta shqip e kam shumë ma letë. Edhe që për qëto veç, për qëta kësha bo. Cili u konë ma fake militarëve mrena? Ma fake, e kom pas një menim për dolqë në fillim, po tash njëri shkon të indru menimet, si pas lojës. Fake jo si person, po si lojtar. Si lojtar, sigurisht. Se fake i bje falca, po. Si lojtar, po. Okej, mos keq kuptu. Me thonë, falc, unë kësha thonë Klodi, se mashtrimit që i ka bo, nëse ti mashtran edhe kallëzën, ti me thonë me ki bluff. Nëse ti rran, edhe e lu një identitet tjetër, normal që aja pjesë bëhet fake. Që është mashtrim pa kallëzu. Kur kallëzën nuk bëhet më mashtrim, bëhet bluff. E që atë, si lojtar, u konë falc për më. A mendon që i konë te për i urtë për këtë format të show? Unë tash të pjesa jam, nëse unë e marrë, nuk do të që je i urtë nuk më shmi në atë format, se ki edhe protagonista dhe antagonista në lojë. Kështu që unë e kom posat pjesën e protagonistit, e ju të antagonistit, kështu që normal si vyët një lojtar si koronë. Tash, se kun lojtë futbollit nuk i ke sulmus, ki mbrojt, ki portiera, ki refera, normal që du të më përshtat këtë karakterët për me kriju një debat. Okej. Cilë e ke dash ma shumë ti? E ke respektu, ose ka pëlqy, ose... Mi respektu, i kom respektu krejt. Po njonin pak pa shumë. Po bo neutral, tash ti për mi dalu tjertë, normal që u konë Arditi Labi, Benita, ja pjesë bili që u batë bo shumë meme, ka dhe plot banor tjerë lëndrimin, e respektoj shumë, me ludin e kom shumë mirë, po nëse dëna me veçantu një, di që Labi më ka dhënë shumë respekt, edhe normal që edhe e kom njoft, o kom pak ma ndryshe. E mbe veçantu isha thonë Labin, po që tashti e kësha mura treshën, që më kom fillim, e di që më një shumë mirë me ta. Okej. A i taku me Benitën prej që ka dalë? Jo. A ke shkrujt me ta? Jo, hala. A ki me shkrujt? Unë e thamë, kur zët me thamë kur, tash nuk di. A ki me taku? Me taku, nuk më pengon me taku, normal. E pat edhe një farë afrimi kështu? E pat një farë Po, pelqimi kështu, një farë... një farë simpatie, normal. Një farë simpatie? Në fillim, kur kalin qaj sen, kalin si loj, në fakt, më thonë, më konë
Trishja, unë e Kludi edhe Benita. Se për me kena kriju situata shumë të mira. Po, kur jëm kon i smut në ato momente, jëm kon një 10 ditë që jëm kon i smut, edhe nuk e nisha vetën mirë, u kon e vetëmja që më kanë jetë ofër. Edhe që aty lindi pak një farë simpatie, edhe një farë dallimi pej tjerëve. Edhe normal që unë si tip nuk e këshyr vetëm fizikun, po e këshyr edhe pjesën e karakterit, që aty më pat përshtat mirë edhe unë isha mirë. Me thonë shkurt. A keni me vazhdu qatë përshtatjen? A keni me tentu? Ti për me tentu ju, se unë nuk i bëj sanet me zara, utan, tashti nëse rrjedhin sanet natural, okej, po e respektoj edhe e ka pos një rokëtim fantastik, edhe o kom person që e ka dhom shpirtin aty. Me cilin prej banorëve femna e kështë marrë për dole e kështë qunë shpi? Shpi? Në shpi, është problem, nuk besoj që e kësha që dika në shpi, se do të me njof pak ma shumë një njëri, tash me caktu një, s'po dika me caktu. Nuk janë pak 5-60 ditë, do më thonë janë 2 muaj, kini pas ko më njof se 24 orë bashkë, qutë. Mo e njetin luj edhe ti lu edhe me ta, utën, kurse kur ti është njetën e përdeshme, shkon po shem, del na për dorka, është tjetër ambient, se është ambient për njohje. Kurse këtu nuk ka ambient njohjes. Po në qosi i shkon me karakter të mirë, që shpo thu ti që shë lyp ti, cila i shkon okej? S'po di, e di që ti dëshmin të të fjallë, po në karakter funny, unë kam qef edhe njerës pa komplekse, në karakter e di që Benita o kam që aty që më ka fletë ma shumë shpirë. Do më thonë, hala për ujshë një simpati, që shpesho kështu. Po një respekt. Një respekt. Po normal, qëre, du të me linë një respekt, se gjdo sen që ka ndodhë aty, të me pos apet prapë respekt, edhe me pos një lidhje pak shoqënore. Edhe normal që mojën e moj atë distancë, që me pos herë do kur do, me pos një farë lloj respekti ndaj saj. Kush menon që, ose kush ki qef ti me fitu? Edhe kush menon që e fiton? Okej, janë 2 pyetje me 1 pyetje. Po, 2 në 1. Okej, kush e fiton, sipas e dicave që pisha njerëz rrëmuj që të bën, sipas historisë saj e di që besoj që kam e fitu Eliona, kurse si personalitet e kam qef me fitu, është Lëndrimi. Okej. A mendon që mund me fitu? Inshallah e fiton. A mendoj po, menën tem, po nëse i marrë senet racional, aty nuk dihet. Tashti, mon edhe i geta me fitu në gjëmë, që po nuk e di. A pe këshu biku në Shqipërisë? Jo me këshu kështu, po më karo me po e dica në TikTok. I të më thonë i informum që ka po ndodhë, kush është mrena? Pa ka shumë, po jo sigur të Kosovës. Okej. Jo si të më karo me angazhime normal, po mos të shakon një angazhum kështu, besoj që e kësha këshyrë se është sen... Okej, qysh ki me vazhdu jetën tonë? A ki me u kësy në Zvicër, a ki me najtë në Kosovë? Qka ki me bo? Do më thonë, e dini sanë që qaja qikë që të merë ty me gatu s'hekeq. Se ki edhe pasion edhe pe bëjshë punën shumë mirë, do më thonë, gatimin e kishe... Ku je mësulla me gatu ti? Tonë këtë djallë 2 metra? Edhe këtu 2 pyetje me 1 pyetje. Po, 3. Okej, pe marrë të parën, a ka mu kësy në Kosovë? Mu kësy ju, së në jam i Kosovës. Po, sigurisht që po. Ka me bo një pjesë, me thonë gjysën muj me thonë tjetës, e menoj me bo në Kosovë. Normal që i kam edhe fëmijët atje, do të më konë një javë atje, një javë këtu. Kështu që angazhimet ka mu konë edhe në pjesën në Gjenevë, po edhe këtu në Kosovë. Qa ki me bo në Kosovë tu? E në Kosovë, se ke edhe të pyetja e gatimit, mos të cejmi kështu. Gatimin e kam pasion se kom pas me bo dhe punë si profesion. Dhe jem konë me një në France thirët Masterchef. Në 2013 kom pas konkuru, do më thonë edhe në qato momente kom pas te i kalu këtë, kur tishtë si konkurent, në fillim të morrin, testojnë. Edhe testojnë, e kom pas kalu ato testet, tani unë e ndaluva së shkova,
shkoku që ish gruaja ishte 7 zonë që atë moment, edhe kom preferu minet ofër ish gruas. Edhe bëj pin 7-8 vjetë kuzhinë, më thonë pi i vogël. Do më thonë në një mirë kuzhinën. Po, fix. Tash s'kam diplom, po kom boni thirrën Zvicër ekol hotelier, i bje shkolla e hotelerisë, që mësën, më thonë, më dhe gatimin atë. Okej. Tash është Toni të qelë furë në Prishtinë. Furra Toni. Pital ka të nëzeta për iftar. Toni, do më thonë kuzhinën po. Me modelizim nuk i marë. Apo të marë pak? Jo, si e marë kur? Atë pjesë nuk e ki qef? Unë s'am kur, po nuk është diçka që më tërhek. Tërhek? Jo. Shumë bukur. Një javë në Prishtinë, një javë në Kosovë. Plane kështu për lidhje s'ki bo hala, në qovë se rrjedhë spontanisht, në këtë verë po të martojmë, në më thonë edhe një ere. Me mësit, ma. Po ja nisim me mësit, tani më ndej ka dal. Qysh jetë e bo jetën për momentin? Qka banë në një ditë normale, për shambull, këtu ose në Zvicër? A ka ndryshu diçka prej bikut? Normal që ka ndryshu se dinamikat ka ndryshu, më thonë Kosovë kam këtë tjetër jetë, kurse atje e kam rutinën që e kam pasë jetë. A banej punë tash atje për momentin? Po normal se kam edhe kompaninë atje, kam edhe angazhime atje, po edhe këtu tash kur startojsh një aktivitet, do më thonë, me një vend, normal që angazhimet janë 2 feshta. Më me thonë nashta 10 herë ma shumë, edhe e kam rutinë pak ma dinamike në Kosovë sa se në Zvicër. A menon që ki më morë me showbiz tash e mas? Po nuk e kam mëne fiksim veç showbizin. Po. Kam edhe angazhimin e punës. Normal që punë që i kom bëllë ma herët, ju në lidhë me showbiz, por nuk më konë pjesë i showbizit. Do të që ju më konë mbrapa, dhe pse kom bëllë director, artist, edhe kom bëllë videoklipe, edhe kom bëllë gjerimi, do më thonë me aktorë ndryshme. Unë ju më konë aj që ju më konë përmadhë. Më thonë, ju më konë gjithë i lidhë me këtë pjesë. Normal që kam u mirë, a kom konë pjesë i showbizit, më thonë po dhe ju, se ndërlidhë edhe puna, më thonë si regji, po dhe tashti si personalitet publik. Okej. Toni, sa i nikon Zvicrës në Big? 3? Po më shqiptar që jetojnë në Zvicër, ti Labi? Unë e Labi edhe Edi. Edhe? Edhe Ludo, 4. 4? Po 4. Do më thonë 4 shqiptar të Zvicrës, a e njohë ma heret me ta? Ludon kom pasni kush është. Me Labin po? Labin po se... Për një par kredije. Që... Hini taku. E po, deshta me kjeru pak qëtë situatë, po Labi ka pasardh më mlyp në dim, po aty me atë presion për men njeri nuk din që shme reagu, edhe më ka pas që më dim, po une e kom pas refuzu, ta është e nes ma ka optroka, po nuk u konë diçka, se Labi ku ka pas një që atëherë, pa ti me sakic. Me sakic në kra, me shpat. Po, edhe normal që nëse muj me caktu këtë pjesë, është pak pi presionit. Apo folni me krejt këta që kanë dalë, dhe më thonë, a kina njeri që u komrana që ti nuk i folë, s'ki qef me taku ose me kontaktu? E kom pas thonë, e kom pas sek edhe personin që nuk kom lidhë ku gjënë, fakt, as me profesion, pas shumë me shoqëni edhe as gjuma, është bia, edhe pse aty mrena kanë pas një farë loje. Por nëshë me tjertë kam biseda, po jo dhe me krejt. Do me thonë me bijen s'ki kur fa raporti? Jo. As nuk donë me pas, a qka? Jo. Ta ka pas nalë edhe baba. Më do këtë kështu. Po bre. Ta nalë, bis me ta nuk banë. Qore tash, dhe ishte me cekë që të pjesë, unë si më konkor në kamera, me në emision ose si dhe qoftë, kur dashti me njerë gjavën e parë qujnë, për shembull, me bijen që e ka, për shembull, personalitet ndryshe si temin, normal që të printe me një pak sikleto dhe rrjedhi që rrjedhi, po që si që ata ma shumë vëllaj, po ko gja problem. Pe morim vesh që me bijen s'ka me pas kontakte dhe s'ka me pas kur gja? Jo, nëse e shoh e respektoj, po nuk e marrë telefon me thirr hajde dalim. Okej. Telefonin me thirr hajde dalim? Jo, s'kam as numër caj. As numër s'ki, a? Ta vojmë na se e kena pas në emision para
6 orë më herët se ti u kanë edhe e ka kry. Okej, a ke pas oferta për punë në Kosovë? Mas Po, biku. oferta po. Ke Po, pas? pas Ramazanit, po dhe këtë javë, domethënë, një javë para Ramazanit, domethënë që kom pas një aktivitet. Po, nuk është veç te pjesa regjisë, unë kam veç puna dhe para se me hi edhe vazhdojnë, domethënë. Po nëse kam aktivitete të reja jashtë regjisë, po, ka fillu. Domethënë, më kom pas edhe oferta, domethënë. To në përmen në Ramazanin apo në gjinana? Po. Që sa ku në gjinën? Kur në konë fëmi, kom pas agjëru shumë, tani pi 20 dhe 27 vjetë nuk agjërojsha. Arsyeja nuk muj me cek pse, veç nuk agjërojsha, tani pi 27 vjetë nuk e kom donë më korë. Ja ke nis. Po. Ja ke nis me agjeru. Po. Okej, çka kemi thonë publikut? Që të ka suportu, të ka votu, edhe të ka nxjerrë për jashtë në ndërkohë. Publikut më mi thonë veç si i du shumë, se njeri për me, kur kom dalë atë, kur dola për bigut, ku morë shumë dashni, dashni të pasër, më thonë si ma kanë kuptu dhe karakterin, edhe që kësa më kanë bo më një shumë mirë, tash nuk, nashta pe te proj pak, po thonë si qëresht, të bënë më një mirë që kësa. Sigurisht. Normal që më ishë më thonë që faleminderit për përkraje, faleminderit për vota, faleminderit për gjithë shka. Edhe mu më thonë veç rrëni se ka me posa në të reja. Kur kena me hangër një pjatë prej teje të gatume? Më nëshme orë kudu shpe, dire në qeleki, më nëshme orë dhe me ekiptonin, me bona një gjithë, më kam problem. Bona diqka, së është problem. Kurdush. Cilin e ki specialitet, cilin kuzhinë? Po më nëja, shqiptala, italiana, zvisrana? Qore, normal që unë ja kom fillu me negatimet tona, tradicionale. speca në mozë. Po, speca në mozë, nojë, që ka dush. Po. Po, ku më flenë shpirti është kuzhina japoneze. Japoneze? Po. Aziatik, më shumë më përmbledhë, se e ka një kulturë në kuzhinë, se nuk e kanë ata që shtojnë të na, hajti mu Shqipërinë. Po, ata shijojmë. Po, ata e shijojnë, dhe më thonë pak ma ndryshe, këse na, e pesmi iftarin, veç mi mund. Ja, na shijojmë kur njihëm. Dhe më thonë, kështu, nuk shijojmë pa unë një. Do të thotë normal që edhe filozofia e kuzhinës japoneze mund të rejkë shumë. Kërë që e njof mirë kuzhinë japoneze. Cila o kuzhina ma e mirë në botë si pas teje? Thojnë që italianë. Onë që të desha me dalë italianë, dhe më thonë mi përmbledh edhe pak si turq, edhe pak në pjesën nordike, është një farë mesi. Një farë miksi. Po, që nuk mund të kërkush me thonë, a është diçka që nuk hatë, jo, është sen që shiot edhe për me, është qeja kuzhinë që unë e përgjej shumë, edhe shien që e ka matë mirë. Okej, pyetja fundit, mes Leonorës edhe Oltës, cilin e kështë vlerësu ma shumë për opinionet që ti kanë dhonë? Me dyat e kom pas mirë, si më konë që kom pas diçka keq. Tash normal që unë jam rritë dhe me këngë të Leonorës, edhe normal që më prejkë pak ma shumë. Tash me Oltën unë e një veç pej bigut. Pej distancës, prej. Edhe u konë një farë distance. Këtu si personalitet që më të rejkë zemra është normal Leonora, kurse për gjykimet në lojë edhe si opinionistë normal që është Olta, se e kupton në formatin pak ma mirë. Okej. Toni, faleminderit shumë që ishe me neve sonte, të uroj fat në punë të reja, në karrierën e re, edhe mos të nalshin sukseset tashe 100 vjetë. Faleminderit. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë. Ku të shkuti pa përshëndet mu. Qa është kjo? Tash Toni ka me hyj lapi mas teje, do të takut këtu. Bravo.